Sot në për disa portale vendore, posaçërisht vereu.info, është lakuar emri sipërmarrësit Burim Piraj, pronarit të kompanisë Meka Halal Food, sipas të cilëve kompanisë në fjalë janë gjetur 20 ton mishpule i infektuar me bakterin salmonell. Pas publikimit të raportit ka ardhur edhe një reagim i qartë në Facebook nga drejtuesi i saj, Burim Piraj. Së pari, ne nuk kemi importuar mish të bardhë pule siç pretendohet nga vereu.info. Fjala është për mishpule pa kocka, i cili është marrë për analizë dhe është urdhëruar nga Agjencioni i Ushqimit dhe Veterinarisë të mos përdoret derisa të vinë analizat e mallit. Pas analizave konstatohet se mishi përmban salmonell dhe në bazë të procedurave të rregullta është proceduar. Në rastin konkret ne kemi kërkuar të kthehet në origjinë. Po të kishte shkelje nga kompania ime Meka, sigurisht që Agjencioni i Ushqimit dhe Veterinarisë do ta kishte proceduar me ndjekje penale. Mirë po në asnjë hap të vetëm nga ana jon nuk ka pas asnjë shkelje ashtu siç veprojmë për herë. Malli me kërkesën tonë është kthyer për Rumani. Burim Piraj, themeluesi dhe drejtuesi i kompanisë Meka Halal Food, është një ndër sipërmarrësit më të njohur në industrinë ushqimore në Kosovë. Kompania e tij është ndërtuar mbi vlera të forta etike, mbi respektin dhe standardet e sigurisë ushqimore dhe parimet e certifikimit halal. Në rastin konkret bëhet fjalë për një proces inspektimi të rregullt dhe vetë kompania nuk është akuzuar për shpërndarje të mishit të kontaminuar në treg. Ai mish është ndalur në depo dhe nuk ka arritur te konsumatori. Një dëshmi kjo se sistemi i kontrollit të brendshëm dhe bashkëpunimi me autoritetet funksionon. Kompania ka konfirmuar përkushtimin e saj ndaj sigurisë ushqimore dhe bashkëpunimin e plotë me autoritetet për zbardhjen e plotë të rastit.